Banorët e qytetit të Gjirokastrës përgjatë këtij sezoni dimëror kanë vendosur që një pjesë e tyre të ngrohen nëpërmjet pajisjeve elektrike, ndërsa një pjesë tjetër ka zgjedhur të ngrohet me copë druri. Banorët pohojnë se çmimi i energjisë elektrike është i lartë dhe i papërballueshëm, por këtë vit edhe çmimi i drurit ka rritur një shifër maksimale, i cili tregtohet me 70.000 lekë të vjetra për metro kub. Çfarë ngroheni gjatë stinës së dimrit? Po me energji elektrike ka kosto? Ka kosto. Banorët dhe aq më tepër moshat e treta pohojnë se kanë të vështirë që të kenë një sistem ngrohës në banesat e tyre. Ata shprehen se pjesën e paradites mundohen të dalin në diell, ndërsa në pasdite të ndezin sobën e drurit apo qoftë edhe pajisjet elektrike, duke kursyer kështu nga të ardhurat e tyre familjare. Çfarë ngroheni tani gjatë stinës së dimrit? Me kondicione, po ndezim rrallë. Jemi pensionista. Nuk e përballoni dot? Jo. Ç'mund ta thuash dy fjalë, me çfarë ngroheni? Me pernin, ku ngrohem fare. Pse? Me diell. Me çfarë ngroheni? Me pernin, ja, shqyqy zoti na del dielli me këtë. Ja rrim këtu në diell, ç'të bëjmë? Pa punë jemi, pa Po në shtëpi? në shtëpi rrihemi me njëri tjetrin kush marr më shumë batanie, se edhe na 7 batanie se s'kemi parat po guajmë energjinë elektrike. Pa punë, rrim këtu kot. Banorët shprehen se janë të detyruar të ndezin ngrohëset me orare të reduktuara, vetëm në orët më të ftohta të ditës për të kursyer sa të munden.